Hebrejt 10, 24 dhe 25. Bashkimi bën fuqinë. Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, që ta nxisim njëri tjetrin në dashuri dhe vepra të mira. Kisha e hershme kaloi një sprovë shumë të madhe. Kaloi persekutime shumë të mëdha. Besimtarët hebrej jetonin në presion të madh fetar dhe shoqëror. Rreziku i braktisjes. Disa në atë kohë filluan të braktisin të mbledhurit së bashku me kishën për shkak të persekutimeve që ndodhen në atë kohë. Autori në këtë vargje u thërret dhe i kujton se izolimi shpirtëror çon drejt të rënies. Bashkimi në fakt është në mburoj. Ne, si popull shqiptar, kemi mësuar nga historia që nëse neve bashkohemi dhe qëndrojmë të bashkuar, ne mund të bëjmë gjëra të mëdha. Madje dhe heroi jon kombëtar Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, i mësoi dhe i bashkoi të gjitha fiset dhe i mësoi ata se si të jenë të bashkuar. Madje ne vedim dhe atë shembullin me thuprën, që bashkoi shumë thupra së bashku dhe bëri që ne të qëndrojmë të fortë. Madje tha, bashkimi bën fuqinë. Një analizë të veçantë të vargjeve tek Hebrejt 10:24. Na thuhet, le të kujdesemi për njëri tjetrin që ta nxisim njëri tjetrin në dashuri dhe vepra të mira. Fjala në origjinali vjetër është kata noeo, që do të thotë vëre me kujdes, do të thotë përkushtoj vëmendje, që është një shikim i qëllimshëm dhe i vazhdueshëm ndaj njëri tjetrit, të shohësh me sytë e zemrës. Paroxysmos, nxitje dhe provokim pozitiv, pra të sfidosh vllajën drejt rritjes shpirtërore me guxim dhe dashuri. Shpesh herë edhe fëmijët kur janë bashkë me njëri tjetrin, inkurajojnë njëri tjetrin ose kanë dhe atë shpirtin e konkurrencës, po për mirë. Pra gjithmonë nëse do të ketë nxitje pozitive dhe që nxisim njëri tjetrin, inkurajojmë njëri tjetrin që të rritemi shpirtërisht, është gjithmonë e mirëpritur nga ana e Perëndisë. Dhe Perëndia na fton që ne të jemi të tillë. Pra Perëndia na thot pra tek këto vargje që mos të heqim dorë të mbledhurit së bashku, sepse është shumë e rëndësishme dhe është e nevojshme. Po të lexojmë Hebrejt, kapitulli 10, vargjet 24 dhe 25 na thot pra vargu 24 që neve po ndalemi së bashku dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Pra ta nxisim njëri tjetrin për vepra të mira. Dhe vargu 25 që do të ndalemi pak më vonë, por thot pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkëtonin, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni që dita po afrohet. Jeta është shumë e shkurtër, por shumë e gjatë për të jetuar. Edhe kur përpiqemi që ta jetojmë sipas mënyrës tonë, shpesh herë neve gjendemi të lodhur, të raskapitur, të mbërthyer, të kapur nga rutinat e përditshme dhe na bën që të largohemi nga realiteti ynë dhe ose na bën që të heqim vëmendjen nga gjërat e rëndësishme që janë gjërat shpirtërore, edhe na bën që të shkëputemi nga ajo çfarë është e rëndësishme, marrëdhënia jonë me Perëndin. Pra Hebrejt 25, Perëndia na urdhëron të mblidhemi, duke mos braktisur mbledhjen tonë së bashku, duke nxitur njëri tjetrin dhe aq më tepër sa po afrohet ajo ditë. Episynagoge, që është fjala në origjinal, na thotë jo vetëm thjesht prani fizike të mbledhurit së bashku, por bashkim aktiv dhe i qëllimshëm. Gjëja e parë që ne duhet kemi parasysh është që mos të braktisim njëri tjetrin, mos të heqësh dorë së mbledhurit së bashku. Braktisja e mbledhjes është shenjë e rrezikshme e largimit nga braktisja e mbledhjes është shenjë e rrezikshme e largimit nga besimi dhe bashkësia. Të mbledhurit së bashku na nxit të jemi aktiv. Prania jonë pra është inkurajuese, jo vetëm për veten tonë, por edhe për vllajën ose motrën në Krisht. Çdo besimtar nevojitet dhe ka nevojë për njëri tjetrin. Urgjenca eskatologjike. Ajo ditë afrohet, afëria e kthimit të Krishtit, pra dita është afër, pra ne mund të mendojmë që është e largët, po do të jetë e afërt. Asnjëri prej nesh nuk e di. Perëndia thot, rrini zgjuar, rrini gati, rrini të bashkuar. Edhe ajo çfarë është më e rëndësishme që duhet kujtojmë dhe të kuptojmë është fakti që djalli përpiqet gjithsecilin prej nesh të na dhunojë, të na shkatërrojë dhe të na largojë nga Perëndia. Mësimet që neve marrim
Bashkimi është si mburoj, fjalë të urta 27:17, është hekurin pre hekurin dhe njeriu pre fytyrën e miqtë e tij. Dy janë më mirë se sa një, do të thoshte Predikusit kapitulli 4 vargjet 9 deri në 10. Pra nëse njeri bie, tjetri do ta ngrejë. Tre dimensionet të fuqisë, si mburoj kundër rënjes, si prushi i hequr nga zjarri shsuhet, ashtu edhe besimtari i shkëputur nga bashkësia dobësohet, fiket, largohet edhe mund të humbasi. Bashkimi është pasqyrimi i Trinitisë. Ati, Biri dhe Fryma janë bashkësi e përsosur. Kisha pasqyron këtë realitet hyjnor. Bashkimi së bashku është burim lavdërimi. Psalmi 133 thot bashkimi vëllazëror është i begatshëm dhe sjell bekim hyjnor mbi komunitetin. Bibla na inkurajon të mbledhurit bashkë. Tek Romakët kapitulli 12 vargu 10 thot: "Duheni me dashuri vëllazërore, jepni njëri tjetrit nder, duke çmuar tjetrin më shumë se veten." Efesianët kapitulli 4 vargu 3 thot: "Duke u munduar të ruani unitetin e frymës me lidhjen e paqes." Pra është shumë e rëndësishme që ne të qëndrojmë së bashku me Perëndin, me njëri tjetrin dhe të mbajmë të ruajmë unitetin e paqes. Galatasit kapitulli 6 vargu 2 na thot: "Mbani njëri tjetrit barrën dhe kështu plotësoni ligjin e Krishtit." Sa e rëndësishme është kjo gjë. Është e rëndësishme jo vetëm që neve forcohemi dhe ndihmojmë njëri tjetrin shpirtërisht, por dhe gjithashtu është një urdhërim biblik. Psalmi 133 vargu 1 thot: "Shi sa e mirë dhe sa e bukur është kur vëllezërit rrojnë së bashku në unitet." Këtë gjë djalli e ka shumë frikë. Kësaj gjëje djalli i trembet dhe ndaj fut far dyshimi në mesin tonë, ndaj fut far përçarje në mesin tonë. Gjoni kapitulli 17 vargu 21 thot që të gjithë janë një, që bota të besojë se ti më ke dërguar. Jezusi tek Gjoni kapitulli 17 bën lutjen e famshme. Neve mësojmë që Jezusi jo vetëm lutet për dishepujt që ai kishte zgjedhur, por gjithashtu lutet edhe për ty dhe për mua dhe për gjithë secilin që është në besim dhe për gjithë secilin që do të vijë në besim. Dhe thot unë lutem thot jo vetëm për këta, por të gjithë ata që do të vinë dhe do të besojnë prej fjalës që ata do të ndajnë. Pra është shumë e rëndësishme. Jezusi tashmë është lutur për ne, që Zoti të na ruaj, që Zoti të na mbrojë, që Zoti të na forcojë. E para Thesalonikasve kapitulli 5 vargu 11 thot: "Ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin." Individualizmi kulturor, kultura moderne, por shpëtimi na fut jo vetëm në marrëdhënie me Perëndin, por edhe në trup me njëri tjetrin. Edhe thuhet në Bibël që ne jemi trupi i Krishtit. Teknologjia dhe izolimi virtual. Asnjë ekran nuk zvendëson praninë fizike. Dorën e shtrirë, lotët e ndarë, lutjen e bërtok, një prekje, një përqafim që gjithë secili prej nesh e ka shumë të nevojshme. Ndaj dhe ky është një problem shumë i madh dhe ne mund na duket një komoditet shumë i arrirë, por në fakt na ka bërë të izoluar, na ka bërë të larguar, na ka bërë dembel, që ne të qëndrojmë larg kishës, larg të së mbledhurit së bashku. Lëndimi i brendshëm. Shumë braktisin bashkësinë sepse janë lënduar brenda saj. Por shërimi bëhet brenda komunitetit, jo jashtë. Gjithmonë të ndarit brengat tona, vuajtjet tona, hatërmbetjet tona janë shumë të rëndësishme për të qëndruar me Zotin, për të qëndruar bashkë me njëri tjetrin. Perëndia na fton gjithmonë që të jemi të tillë. Komunikimi është shumë i rëndësishëm. Sepse nëse ne mbajmë për brenda pa folur me njëri tjetrin, neve bëjmë që të jemi të larguar nga Perëndia. Gjithashtu neve kemi zëmëruar frymën. Tek Efesianët Pali do të thoshte zëmërohu thot, por mos lejo diellin tënd të perëndojë. Edhe pastaj vazhdon edhe thot gjithashtu mos e lëndo frymën e shenjtë. Pali gjithashtu thot tek Romakët që fryma e shenjtë ndërhyn për ne tek Perëndia, madje flet në gjuhë të perëndishme, le të themi, ose hyjnore, për të transmetuar, për të thënë Perëndis nevojat tona. Thirrje praktike për çdo besimtar. Le të vëzhgojmë me kujdes. Njihi vëllezërit e motrat e tu, nevojat dhe luftimet e tyre, sfidat e tyre. Pra jo vetëm që ti njohim njëri tjetrin, por gjithashtu të mundohemi për njëri tjetrin. Të kërkojmë ndihmë te njëri tjetri. Inkurajo edhe je aktiv. Mos u mjafto me praninë, fol fjalë ndërtimi dhe dashurie. Jetoj jetën e bashkësisë, mos e braktis mbledhjen, të mbledhurit së bashku. Është shumë e rëndësishme, është një lloj sikur një familje. Një familje që ka kushërinj, ka, do të thënë, nga ana e babait dhe nga ana e nënës, neve gjithmonë me mall i takojmë
ata. Por në qoftë se do të qëndrojmë së larg me njerëzit tanë, me kushërinë tanë, ne edhe do të largohemi prej tyre dhe nuk do të jemi më aq afërt sa ç'kemi qenë në fillim. Pra është shumë e rëndësishme të takuarit së bashku. Edhe Perëndia na ka dhënë dhe një urdhërim që të mblidhemi çdo ditë parë të javës të tjelën për të adhuruar Zotin, për të kujtuar sakrificën e madhe që Perëndia ka bërë për gjithsecilin prej nesh. Jezusi u kryqëzua në kryq për mëkatet tona, por gjithashtu ai u ringjall. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Mbaj parasysh që dita e Zotit afrohet, qëndroj zgjuar dhe për ta mbyllur, bashkimi nuk është opsion, është thirrje. Perëndia na thot mblidhuni së bashku, inkurajoni njëri tjetrin, ndihmoni njëri tjetrin, qëndroni për bashkë me njëri tjetrin, nxitni njëri tjetrin të drejt dashurisë dhe veprave të mira. Bashkimi bën fuqinë. Dhe aq më tepër sa i shihni se po ofrohet ajo ditë, Hebrejt 10:25. Le të qëndrojmë bashkë. Le të lavdërojmë Perëndin së bashku dhe le të japim Zotit vendin që meriton në jetën tonë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secili prej nesh. Zoti ju bekoftë dhe Zoti ju dhënë paqe. Amen.